Good evening and welcome to the press conference of the coach of Albania, Silvinio. You already know the rules. You have interpreted for your translation, for your interpretation. And please state your name, your media organization, one question per person, please. So we're ready to take our questions. The gentleman on the fourth row here. ¿Qué tal? Aquí Silviño, a tu izquierda. Rubén Cañizares de ABC. Quería preguntarte qué valoración sacas de esta Eurocopa. Yo tengo la sensación que Albania ha competido muy bien los 3 partidos y ningún rival le ha llegado a pintar la cara teniendo en cuenta la entidad de los rivales. No sé si te sientes muy orgulloso del trabajo hecho en esta Eurocopa y qué esperas de lo que le... Punët cilin keni bërë brenda këtij kampionati evropian dhe çfarë prisni nga Spanja në pjesën tjetër të mbetur të Euros. Mirëmbrëma. Po, jam krenar për lojtarët e mim, për vendin tim. Është hera dytë që luajmë në këtë kompeticion. E kam thënë edhe më herët. Unë me të vërtet jam shumë i lumtur për vendin dhe për Federatën Shqiptare të Futbollit dhe të gjithë tifozët. Dhe unë kam jetuar në Tiranë. Jam trajneri i parë që ka jetuar në Tiranë dhe kam jetuar për një vit të gjysmë, kam zbuluar shumë lojtarë të mirë dhe pajton me ju. Njerëzit mund të supozojnë që Italia do të mund të shënonte 3 gola, Kroacia 3, 4 dhe Spanja 5 gola. Por ne kemi besuar në ndeshjen edhe në lojën, në punën që kemi bërë. Kështu që vetëm kemi bërë punë taktike, por kemi patur shumë besim, duke ditur që kemi patur nevojë për shumë sakrifica për të kthyer në kundër sulme dhe natyrisht ne kemi arritur të konkurrojmë kundër 3 skuadrave kombëtare të mëdha. Pra, skuadrave të cilat luajnë në ndeshje të mëdha, në gjysmëfinale, në çertfinale, në finale të tjera. Spanja është një skuadër shumë e madhe, ka shumë lojtarë të mirë, është në ADN-n e Spanjës dhe kanë gjithashtu edhe lojtarë shumë të shenjtë, të cilët me të vërtetë mund t'ju godasin dhe mund t'ju shënojnë gola. Kemi parë tranzicionet e lojës së Spanjës, kemi parë në vitet të tëra. Kjo është një pjesë e lojës së Spanjës dhe kjo është diçka që ndodh shumë shpejt dhe me të vërtetë kanë lojtarë të cilët arrin tek kundërshtari, tek goli i rivalit të tyre shumë shpejt, kanë aftësi taktike, janë pra të shpejtë edhe një herë dhe gjithashtu janë në skuadër e cila mund të mbrohet shumë mirë. Kanë një linjë të përkryer për 4 mbrojtësve, mbyllën shumë mirë, janë të mirë në tranzicion të mbrojtjes në këtë rast, janë një skuadër e cila me të vërtetë është e gatshme për të fituar çdo gjë. Dhe mendoj që Spanja është njëra prej favoritëve për të fituar këtë kompeticion. Español porque no hay traducción de portugués. Soy de 00, un abrazo de los amigos de 00 que te han acompañado también en esta Eurocopa. Pra këtu kemi arritur nga 00 para 6 muajsh. Ju keni qenë me ne në një intervistë, keni thënë që ju doni të garoni. Pra, keni garruar kundër 3 skuadrave të mëdha, kombëtare të mëdha të futbollit. Dhe kur të ktheni, por të çfarë do mendoni për të gjitha gjërat që keni bërë? Faleminderit shumë për të gjithë ju, e di që kemi bashkëbiseduar, shorti është më të vërtetë vështirë, grupi jon ka qenë shumë vështirë. Ne nuk jemi mësuar të luanim në këto kompeticione, kështu që kemi patur një numër të konsiderueshëm të lojtarëve shumë të rinj, të cilët janë shumë premtues dhe unë shpresoj që do jenë në skuadrën kombëtare apo në kombëtaren tonë për 10
vjetët e ardhshëm. Jam I sigurt që kjo do të kontribonte në një skuadër shumë të konsoliduar, kam kaluar shumë net pa gjumë, edhe por kam ndrruar për këto momente, kam menduar se si të shënojmë gola, si të tentojmë të luajmë kundër Kroacisë, e cila është super e mirë, është një skuadër italiane shumë organizuar dhe gjithashtu edhe Spanja, e cila është një skuadër e madhe. Dhe kemi kaluar shumë orë pa gjumë, por ja kam lejtur, pasi kemi arritur të konkurrojmë kundër të gjithëve. Kemi arritur që të jemi kundërshtar dinjitoz në fushë, nuk kemi asnjë keqardhje dhe dua që t'i uroj lojtarët tonë dhe vendi ynë është krenar me ne dhe ne duhet të mësohemi që të jemi në kompeticione të tilla, pra të luajmë në nivele shumë të larta, është diçka me çfarë duhet të mësohemi, është e mrekullueshme që jemi në kompeticione të tilla dhe vazhdojmë të përmirësohemi e të tjera. Sa përket krimit të Porto, unë dua të pushoj paksa, pasi kemi punuar për 4-5 apo më shumë muaj, pa ndërprerje dhe njerë tjetër, Kroacia, Spanja, më kanë dhënë kokçare të mëdha, sigurisht edhe Italia, dhe po, unë përfaqësoj Porton, por përcjell Porton, por përfaqësoj një vend I cili ka mundur të pranoj 3, 4 apo 5 gola kundër secilës të këtyre kundërshtarëve, por nuk kemi pranuar gole të tilla dhe jemi shumë krenarë për të gjë. Nëse vlerësojmë punën tuaj si një trajner shqiptar që nga viti 2023, kur keni arritur të kualifikoni për Euron si kryesues të grupit, sa lart mund të shkojë Shqipëria? Është e pa imagjinueshme që Shqipëria do të mund të jetë në këtë kompeticion të vitit 2023. Pra, synimi I Shqipërisë është pikërisht kjo, që të tentojmë të luajmë në evente të rëndësishme, që të tentojmë të përmirësojmë edhe tutje, që të arrijmë një nivel më të lartë, që të tentojmë të mësojmë, që të vazhdojmë të shkojmë në tutje, por keni të drejtë, ka gjëra të cilat mund të përmirësojmë, e dim se si do luajmë, por natyrisht e kemi synimet tona të qarta dhe natyrisht do të gjejmë hapësirën e duhur, natyrisht kemi lojtarët e duhur për këtë gjë, natyrisht kemi shumë punë për të bërë, nuk do të lehtë, të gjithë duan që të luajnë, të gjithë duhet të jenë pjesë e skuadrës, por e kuptoj që ky është synimi ynë dhe natyrisht ne kemi materialen e duhur për këtë gjë, duhet të tentojmë të bëjmë këtë gjë me tutje dhe patjetër që I would like to make this question in Portuguese, if I may too. A seleção brasileira vai estrear na Copa América nas próximas horas. Você acabou de fazer uma ótima campanha, muito digna, com a seleção da Albânia. O Dorival está para estrear também numa competição bem semelhante à Euro. Gostaria de saber se você tem algum conselho, algum toque para dar para o Dorival e para os meninos que vão estrear pela seleção brasileira esta noite. Bueno, nada, yo tengo acompañado poquísimo la selección de Brasil. De correncia, claro, en Europa se ve poco, yo estoy metido ahí y nuestros... Unë jam përqendruar shumë në Europë dhe nuk shoh shumë prej ndeshjeve të Brazilit. Unë I shoh disa prej rivalëve, e di të rivalin, I dëshiroj shumë fat, është një kompeticion e mrekullueshëm. Unë kam luajtur me Tite në vitin 2018 dhe në vitin 2018 jam larguar, kam shkuar në Francë, dëshiroj shumë fat, natyrisht Brazili ka një skuadër fantastike me lojtar fantastik, është me të vërtetë një skuadër e mrekullueshme, pra I dëshiroj gjithë të mirat, prandaj nuk dua t'i jap asnjë këshill, e di se çfarë duhet të bëj, prandaj I dëshiroj gjithë të mirat. Please remind you that the languages are German, English, Italian, Pra në gjuhën gjermane, angleze, italiane, shqipe dhe spanjolle. Kështu që ju lutem të mos urojnë për pyetje në gjuhën portugeze, zotëria në rreshtën e parë. Nuk e di nëse dëshironi t'ju pyes në gjuhën spanjolle apo angleze, në spanjolle, gjuhën spanjolle. Doja t'ju pyesja mbi atë çfarë keni thënë. Më parë, duke sikur është një grup I ndërlikuar dhe duke sikur mund të keni pranuar 3 apo 4 gola kundër Kroacisë, keni ndjenjen
sikur të kishit arritur në barazimin një grup tjetër, do të kishit pasur mundësi tjera apo mundësime të mira për të kualifikuar, apo e vlerësoni eksperiencën e ballafaqimit të këtyre rivalëve? Pra unë si trajner, më duhet të them, nuk do të ndryshoja eksperiencën e ballafaqimit kundër këtyre me ballafaqimit të këta rival. Natyrisht nuk ka patur presion të lojës kundër Italisë, Kroacisë, Spanjës, nuk ka patur fare presion të tillë. Lojtarët e mi kanë dhënë çdo gjë që kanë mundur në fushë dhe do të mbajnë mend këtë gjatë tërë jetës së tyre dhe në herën tjetër kur të dalin në fushë do ta kenë këtë gjë e cila është shumë e vlefshme për ta. Dhe është një eksperiencë shumë e vlefshme, është shumë e rëndësishme për lojtarët tonë dhe kjo është diçka që duhet të merret parasysh. Prandaj shumë i lumtur dhe jemi përgjigjur. Askush nuk na ka turpëruar. Kanë ditur lojtarët që duhet të jenë të përkushtuar dhe të sakrifikohen siç duhet, e kemi ditur që do luajnë në nivele më të lartë të mundur. Dhe ata i kanë dhënë përgjigje shumë të mira brenda fushës dhe nuk është ndryshuar asgjë. Kjo më është vërtet është diçka e artë. Mister, pati një reagim nga tifozët, le të themi, ndoshta në eufori dhe sipër, ku kërkoi aktivizimi sa më shpejt i Brojës dhe më pas i Arber Roxhës. Ndoshta mund të kishin hyrë në fushë pak më përpara? No, yo creo que nosotros hicimos los cambios que teníamos que hacer. Jo, nuk e di që kemi bërë zëvendësime të gabura, kemi bërë atë që është dashur të bëjmë, është shumë e vështirë. Që të luajmë kundër skuadrës spanjolle, cilë është fantastike, me lojtarë të mrekullueshëm. Prandaj, ne i kemi planifikuar lojrat tona me kundër sulme, është dashur të jemi të organizuar, të bëjmë tranzicion të duhur dhe skuadra jonë ka luajtur me një vetbesim të shtuar në këto kthime të lojës. Dhe kjo është forma se si jemi kualifikuar në këtë kompeticion. Pra të gjithë kanë bërë një lojë shumë të mirë, të gjithë kanë luajtur aty ku është dashur dhe të janë trajnuar shumë mirë dhe unë dua që të falenderoj të gjithë tifozët, të cilët kanë qenë në terren, të cilët na kanë përkrahur gjatë humbjes së një ndeshje, barazimit të ndeshje tjetër. Edhe në fund kësaj sonte dhe kemi patër njerëz të cilët na kanë përkrahur, njerëz të cilët janë 15, 16, 17 vjeç, nuk kanë parë Shqipërinë asnjëherë të luajnë në Euro dhe të shoh Shqipërinë të luajë në këtë kompeticion ka qenë me vërtet një krenar i madh, për ta prandaj kjo është një përvojë e artë dhe ne kemi luajtur në ndeshje shumë të vështira. Si që kemi spjeguar, mos të shtroni pyetje në gjuhën portugeze, pasi nuk kemi përkthime. Zotërin, ju lutem, mund të shtroni pyetje në gjuhën angleze, spanjolle. Do të ishte shumë rëndësi për mua që të flas në gjuhën portugeze, por nuk është mundur. Çfarë ka qenë ndjenja që keni patur kur jeni ballafaquar me tifozë shqiptar pas lojës, pas ndeshjes? Çfarë ka shkuar në mendjen tuaj në këto momente kur jeni ballafaquar me tifozët? Pra, tifozët përkrahasit tan, ata të cilët na kanë dashur pa kushte, janë me të vërtetë përkrahas, le të themi, të skajshëm. Unë mund t'i shoh shumë pranë zyrës sime në Tiranë, ku jetoj dhe ku punoj, dhe me të vërtetë shumë e bukur që të shoh të gjithë ata njerëz rrugës për në vendin tim të punës dhe në kthim, se sa ata njerëz e vlerësojnë punën tonë, kështu që mund të imagjinoni se çfarë ndjejnë kur jemi në terren, në fushë për të ndjerë këta bashkëlojtar, për të ndjerë këta tifoz
të cilët kanë aq shumë shpresa. Kemi ditur që nuk do të jetë lehtë për Shqipërinë, por ka qenë me vërtet një ndjenjë e mrekullueshme të jemi aty në fushë pranë dhe para këtyre tifosëve. Unë kam luajtur dhe kam punuar me klube dhe kombëtarët janë më të ndryshme, ato ju sjellën më afër me vendet në cilat punoni. Është një përgjegjësi shumë e madhe kur punoj për vende saktuar. Natyrisht nuk do të flini mirë për 4 për 5 muaj për shkak të kësaj përgjegjësie. Do të kisha mundur të vija këtu dhe do kisha mundur të humbja për 3, 4 apo 5 me 4 apo 5 gola diferencë, por siç kemi thënë më herët, me të vërtetë jemi lumtur për rezultatin e dhënë dhe me të vërtetë jemi të lumtur për atë çfarë kemi arritur deri më tani. Thank you very much for attending. Ju falenderoj shumë që keni